Kam 20 vjet, pa 20 vitesh unë kam lënë Shqipërinë dhe jam nisur për në Angli. Kisha një vit shkova dhe në Francë pagua lek edhe hypa në Maune. Pas se të vija këtu, takova Besi, një djalë nga Tirana, që s'kishte lek me hyp Maune, u fut në Maune, 18 vjeç, edhe thot, kisha shtrëngu aksin nga Afrika, se do bija, 18 vjeç, në qofë se s'keni. Gjithë keni fëmijë, gjithë keni vëllezër, 18 vjeç, rrezikon të kam frikë se do kotesha, edhe do bija dhe do bëhesha copa. Për kë është kjo Shqipëri? Për kë? Ktheheni vëmendjen nga ato që janë më afër jush, nuk janë këta. Këta e kanë siguru veten. Kush është më afër jush? Këto? Gjithë këto janë më afër jush. Faleminderit.